Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi krijesën më të dashur të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na shton deturinë e dobishme, të na mbron prej asaj që nuk ka dobi. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta bën këtë vepër të sinqert dhe ta vendon në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të jetë krenar dhe i kënaqt razi me neve në këtë botë dhe në ahiret dhe na bashkoft në Gjennetul Firdaus me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka tubuar në këtë vend të ilmit, në këtë vend të diturisë. Vazhdojmë me shpjegimin e këtij librit, Akidja ehli sunetit dhe xhamatit sipas dritës së librit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema jonë e sotët është shu'abul iman, degët e imanit. Degët e imanit, pra cilët janë degët e imanit. Dietarët, sigurisht që është Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Bayhaqiu, i ka përmend domethënë në 77, aleikum salam, 77 degë të imanit. I dërguari Allahut kur ka folur për degët e imanit, i ka përmendur degët e imanit në përgjithësi. I ka përmendur në përgjithësi. Mirëpo dietarët duke lexuar, duke studiuar, duke harxhuar kohë, mund, sakrificë, kanë arrit që të numërojnë 77, edhe se Ibn Hajeri al-Asqalani thotë është ijtihadi i Imam al-Bayhaqis. Ijtihadi është munduar dhe ka arrit domethënë që të përmbledh këto 77 degë të imanit. Por thotë nuk do të thonë se kjo është janë kështu aftën. Por ai ka bëu është ijtihadin e vet dhe ka bëu një vepër madhështore. Imam al-Bayhaqiu e ka bëu një vepër madhështore dhe i ka mbledh në 15 apo 16 vëllime. Dhe i ka shpjeguar degët e imanit detajisht me argumentet. I ka shpjeguar domethënë detajisht. Inshallah Allahu na mundson ndonjëherë që të him këtij libri dhe ta shpjegojmë, edhe kjo nuk është vështirë për Allahun, sepse në xhamin e pejgamberit alayhis salam, Sheikh Abadi, Allahu e ruajt se është gjallë ende, është plak, i ka shpjeguar të gjitha librat e sunetit, i ka shpjeguar të xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tashmë është djalë vet Abdurrazaki, Allahu i ruajt edhe ju dhash jetë dhe ju dhash sukses në jetën e tyre. Dhe është interesant domethënë ky libër i Imam al-Bayhaqiut, por vazhdojmë inshallah me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi alaihi salam: "Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba." Imani është, domethënë 70 e disa degë, au bid'un wa sittuna shu'ba, ose 60 e disa degë. Për çfarë thash, për këtë arsye thash edhe dietarët kanë bërë ijtihad, kanë munduar që ti mbledhin këto degë të imanit. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Më e vlefshmja, më e larta, më shumë të që ka vlerë tek Allahu është fjala la ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatul adha an at-tariq. Dhe më e ulta, dega më e ultë e imanit është largimi i pengesës prej rrugës. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe turpi është një degë prej degëve të imanit. Kjo hadith është një mrekulli prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i dërguari Allahut pra ka fol pak, mirë po me kuptim të gjerë.
utitu jawamiul kelim. Thot Allahu më ka dhënë mu thot fjalën përmbledhëse. Pra me fol pak edhe me treguar shumë. E në këtë hadith i ka përmbledhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë veprat e zemrës, veprat e gjuhës edhe veprat e gjymtyrëve, me të cilat përbohet imani. Pra imani përbohet prej 3 gjërave aftan. Nëse njëna mungon, tërë imani, domethënë zhduket apo humbet. E prej kaj i ka tregu pejgamberi sa këto domethënë veprat e gjuhës edhe veprat e zemrës, veprat e gjymtyrës. Pra të para ku është afdaluha qawlu la ilaha illallah, më e vlefshme është fjala la ilaha illallah. E këtu ka të bëj me veprat e gjuhës. Me veprat e gjuhës. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra kur themi la ilaha illallah, pra veprat e gjuhës. Wa adnaha imadhu al-adhan at-tariq. E kjo do me thonë largimi i pengesës nga rruga është vepra e gjymtyrëve. Vepra e gjymtyrëve. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Dhe turpi është një degë për degëve të imanit, është vepër e zemrës. Vepër e zemrës. Domethënë imani sigurisht që kanë thonë dietar, e kemi përmend shpesh, po kërkuesit e diturisë tullabul ilm duhet me mësua këtë rregull. I'tiqadun al-imanu, i'tiqadun bil janan. Imani është të besuarit me zemër. Wal qawlu bil lisan, të shprehurit me gjuhë. Wal amalu bil arkan, të vepruarit me gjymtyrë. Që është definicioni i imanit. Jezidu bil ta'ati rrahman, shtohet kur i bindesh Rahmanit, kur i ngon urdhnat e Allahut, pra imani shtohet. O yanqusu bil ta'ati shejtan, edhe dobësohet kur i bindesh shejtanit. Kur e ngon shejtanit, imani dobësohet. E ne kemi përmendur autori i ka përmendur këto të gjitha më 77 deg, do t'i përmendim inshallah me shpresë që t'i mësojmë cilat janë këto dhe t'i veprojmë. Dhe sa më shumë prej këtyre veprave i vepron, dije se imanin e ki më të fortë. E nëse të mungojnë dhe një nga këto vepra nuk i vepron, apo je i mangët në këto vepra, atëre dije se edhe imanin e ki të dobët. E kjo është ajo përgjigja e disa muslimanëve, shebave, të rive që thonë, hoxha, pse më ka dobësu imani? Dhe me këtë, kur t'i përmendim këto degët e imanit, do ta kuptojmë se ajeti, dhe më thonë, këtu apo nuk je këtu, dhe më thonë. A i praktikon këtu, apo nuk i praktikon këto degët të imanit. E para është vëllezër, që ka përmend, el-imanu billah. Besimi në Allahun Azza wa Jall. Besim të pastërt. Sigur që e kemi përmend, me besu se Allahu është krijues, Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, dhe Allahu është ai i cili ka emra të bukur dhe cilësi të larta. Pra me besu Allahun si krijues, si që i vetëm meriton që meriton adhurimin dhe askush tjetër nuk meriton adhurimin, do të thonë të adhurojë vetëm Allahun, edhe emrat e cilësitë të Allahut me besu edhe me pranu ashtu siç e ka përshkruar Allahu veten e tij në Kur'an dhe ashtu siç e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë e ka përshkruar në Allahun në për hadithe të vërteta. Allahu në Kur'an, lejse kemithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kjo ajet është dhe më thonë bas. Dhe më thonë, Allahut nuk i përngjan askush, ai është shikuesi, ai është dëgjuesi. Walillahi al-asma'ul husna, gjithashtu e walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allahu ka emra të bukur, pra luteni Allahun me ato emra. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E mjerë për ata të cilët i shtrembërojnë emrat e Allahut. Ata
do të dënohen për atë që kanë vepruar. Pra e para është besimi në Allahun, a besimi i pastërt. Me besu Allahun ashtu siç e ka përshkruajtur Allahu domethënë vetë në Kur'an, i dërguar në hadithe vërteta dhe ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para vëllazër, dega domethënë më kryesore. Pa këtë domethënë nuk ka mundësi njeriu mos të sipson Allahu, është kafir normal. E dyta el imanu bi malaikatihi. Besimi në melekët. Me besu se ekzistojnë melekët, Allahu i ka kriju, ata e urdhënojnë, çka i urdhënon Allahu, ata veprojnë. Edhe ne tash në mesin ton ka melekë. Nëse unë them, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Melekët të cilët i rrethojnë tubimet deri në qiell. I rrethojnë tubimet deri në qiell, gjithashtu edhe melekët që janë kiramen katibin. Kush janë kiramen katibin? Di melekët që shkruajnë një të gjatë, një të majtë. Ata si për shembull e kemi ka dy japta. Si e kemi ka dy dhe plus ato melekët, domethënë ne i besojmë melekët e Allahut, e ditën e gjykimit kemi mi po, jo vetëm ditën e gjykimit, po edhe në momentin e vdekjes. Edhe në momentin e vdekjes, për herën e parë që i shohim melekët dhe ne besojmë si besimtar, sigurisht mi pas pa. Pse? Se ne besojmë Allahut, e besojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj domethënë gazet kiramin katibin, pse janë kiram të ndershme, bujare janë, tek Allahu edhe tek ne duhet t'i nderojmë ato. Si me nduru melekët? Mos u mëkat ato. Me në orë marra ato. Ata në thonë të devotshme i kanë frikë Allahun, ata e me në orë marra për melekëve edhe kur të bëjmë mëkat, domethënë që të ruajmë mos të bëjmë mëkat, sepse sikur që dietar kiramen katibin te Allahu janë të ndershme, si mos janë të ne të ndershme, të nderojmë ata. E treta vëllezër është el imanu bil kutub el munazzala. Pra dega e tretë e imanit është besimi në librat që Allahu azza wa jall pra i ka zbritur, në të gjitha librat që i ka zbritur Allahu azza wa jall duhet të besojmë. E katërta të ndërrohet është el imanu bir rusul sallallahu alaihi wasalamuhu alaihim. Pra besimi në të gjithë pejgamberët. 124.000, sikur që ka ardhur në një hadith, 124.000, domethënë pejgamber Allahu i ka dërguar gjithsej. 314 prej tyre janë rusul, tjerët janë el-anbiya. Tjerët janë domethënë anbiya. E duhet me besu domethënë në të gjithë pejgamberët. 25 janë prej tyre të përmendur në Kur'an, që s'ka khilaf, që nuk ka domethënë divergjencë. Domethënë ata që ka përshkruajtur që ka treguar Allahu në Kur'an duhet me besu domethënë në emrat e tyre, sigurisht që janë për shembull Peter Ademi sa më direkt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata pa emra i besojmë ijmalen, i besojmë në përgjithësi. E katërta e pesa vëllezër el imanu bil qadar khairi wa sharrihi, besimi në kaderin. Dhe se e mira dhe e keqja me besu në të mirën dhe në të keqen që domethënë Allahu azza wa jall ka krijuar. Prandaj besu në kaderin është prej veprave madhështore, e ai që beson në kaderin, domethënë rahatohet. Se ka thënë Rasul, wa'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhtiaka. Dije se ajo që të ka pas me të ndodh, s'ka pas mundësi mos me të ndodh. Wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Ajo që s'ka pas me ndodh, s'ka pas mundësi me ndodh kur njëra. Kur ta kesh këtë besim në kaderin, saksimin e Allahut, ajo që ka kaluar, qadarullah ma sha'a fa'al. Thotë pejgamberi mos thotë dikush për juve, sigur ta kisha bëu kështu, sigur ta kisha bëu kështu, të kisha bëu kështu. Po thotë thuj qadar Allah ma sha'a fa'al, për atë që ka ndodhur. Për atë që se dim, do thonë nuk e dim. Në për atë që ka ndodhur themi qadar Allah wa ma sha'a fa'al, ka dashur Allahu dhe çfarë ka dashur ai do thonë vepron. E gjashta vëllezër el iman bil yawm al akhir. Besimi në ditën e gjykimit. Edhe këtu vëllezër janë disa gjëra që duhet të besuar besimtari. Fryrja në sur. Fryrja e sur, domethënë për sparjer kur i frin Israfili i frin surit. Pastaj për dytë herë i frin Israfili për të ringjallur. Edhe kjo është domethënë duhet me besua,
sepse ka shumë argumente, po s'është qëllimi ka kallëzu argumentet, vetëm e kallëzu degët e imanit. Pastaj është el-ba'th. Çfarë është ba'th? Ringjallja. Të gjithë do të ringjallemi. Allah për asam, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Secili rob do të ringjallet ashtu siç ka ndru jetë. Siç ka ndru jetë. E dikush ndron jetë me përfundim të mirë, edhe ashtu ringjallet, dhe dikush ndron jetë me përfundim të keq, Allahu na ruaj. Në ringjallet ashtu, dikush ndron jetë duke pi drogë, duke pi alkohol, duke bërë zina, duke ngu muzikë. Dhe kjo është përfundim i keq. E dikush ata muslimanë që ruhen e që falin namaz, ai që fal 5 vakte namaz, edhe pendohet tek Allahu, unë tham, edhe dietarët thonë këtë, ka përfundimin e mirë. Sepse ose kemi vdek mas sabahit, nëse ke fal në vakt, nëse ke fal xhami, e je në mbrojtjen e Allahut. Ose kemi vdek mas drekës, ose mas ikindis, ose mas akshamit, ose mas yatsis. Në vdek mes yatsis, ka thënë kush e fal yatsin në mbrëmje, edhe e fal në xhamat, edhe e fal sabah në xhamat, sigurisht se ne bëj ibadet të rënat. E më thonë yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayh, secili ka molin gjallë sipas, do të thonë asaj se si ka ndru jetat. Temutune kema ta'ishun. Kjo është fjale ulemave, kjo është e para ke hadith. Do të vdisni ashtu siç do të jetoni. Wa tub'athuna kema temutun. Do të ringjalleni ashtu siç do të vdisni. E vend ba'thi, pastaj vjen vëzër nesër. Nesër. Pasi që të ringjallen, pastaj do të shkojnë njerëzit te këtë vendi, aty ku do të japin llogari. Pas asaj vëzër është el-mizan, është hisabi, llogaria. Besu në llogari. Po llogaria mund të jetë e lehtë dhe e vështirë. Pas llogarisë vjen shpërndarja e librave. Shpërndarja e librave nga ana e djathtë edhe nga ana e majtë. Pas asaj vjen mizani, peshorja. Pastaj ditë gjykimit për besu edhe në haudhin, bazenin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen sirati. Më thënë kalimi mbi sirat, kantara, është kantara ati ku kanë më marë halal musliman me zveti, dhe zjarmi, besimin e zjarmin, edhe besimin në xhenetin. Allahu na mëson që të kalojmë urën e siratit, sigurisht që është përpëlitja e shikimit. Pra me besu, ditë e gjykimit edhe këto gjëra domethënë i përmbar. Për me u bë pak më aktiv, se është hadith, është interesant, hadithi është hasan. Dietarët ngritet në gradën hasan. Thotë pasi që ta kalojnë urën e siratit, besimtarët të cilët e kanë merituar me hyrje në xhenet, vepra peshorja e veprave të mira ju ka rëndu të diva afton, mirë po njoni ka bo padresi tjetër, se imi njerëz afton. Edhe thot tjetëri thot, unë s'ja fali vllavetam. Aja fali s'ja fali, pa i pastru zemrat, nuk ka mundësi me në xhenet. Edhe Allahu Azza wa Jalla i pajton, sikur si ka arë që kia hadithi, e ngrit lart, më thonë deregjet e xhenetit, edhe i thot, shikoj thot këto shtëpia, këto pallatet. Thot për kanë janë këto zot, thot këto janë për atë që ja fal vllavit vet. Thot ja kon fal. Edhe thot shkojnë thot hin, me zemër të pastër hin në xhenet. Besimi në ditën e gjykimit. E shtata vëllezër është mahabbetullahi azza wa jall. Dashuria ndaj Allahut azza wa jall, prej degëve të imanit. Sa e dëm në Allahun azza wa jall. Edhe nëse parashtrojmë këtë pyetje prapë, këtë themi se ne e dëm Allahun azza wa jall. Sepse Allahu na ka bën neve shumë mirë, edhe na bën vazhdimisht Allahu na bën mirë. E ai që të bën mirë, normalisht me dash. Parashtrohet pyetja, sa na do neve Allahu? Sa kemi bën vepra të mira që ta kënaqim Allahun? Sa kemi bën punë të mira e sa jemi largu këqijave
që Allahu është i kënaqur me neve. Lusim Allahun që Allahu të jetë i kënaqur me neve, edhe me të gjithë muslimanët, edhe Allahu të na dojë neve. E dashuria më e fortë është, dashuria më e fortë është dashuria e Allahut azza wa jalla. Wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka për njerëzive të cilët marrin zota pos Allahut, edhe i duan ata sikur se që e duan Allahun besimtarët. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që i kanë besu Allahun e dojnë më së shumët. Edhe Allahu i do normal ata. E kjo është dashuria më e fortë zër. E du filan vajzën, e du filan këngëtarin, e du filan. Këtë kjo është apëtan palavra apëtan. Këtë është vjen momenti interesi apëtan. Normal, dashuria për hir të Allahut është gjithmonë ka me mbet deri në xhenet. Ato është kalluar për të Allahut. Nëse është dashuria e sinqertë mbet. Nëse ta ka largu dik Allahu në shok, shka nuk është i sinqert, e ti i sinqert, inshallah nëse ti i sinqert e ti, di se ai s'ka qenë i sinqert. Se apo të sinceritet, se ajo shka sinqert, të mbet për gjithmonë. E dashuria për Allahun, edhe Allahu me dash, kjo është dashuria më e fortë, kënaqësia më e madhe që përjeton besimtari me dash Allahun azza wa jalla. Bismillah. E teta dhe el hubbu wal bughdu fihi. Edhe kjo është e teta me dash ndonjërin për hir të Allahut dhe me urrejt për hir të Allahut. Jo për interes, sigurisht që ndodh pra në kohën e fundit, por me dash dhe kanë pse si dush ta dash, pse do për të Allahut, e shef se një musliman është i sinqert, e don dinin, punon për Allah, thret në rrugën e Allahut, bon ibadet, bon punë të mira, largohet prej këqijave, e do për këtë arsye do. E don se ai e don Allahun, e don se ai e don pejgamberin, e don se ai e don dinin Islam. Kjo është dashuria për Allah. Edhe urrejta për hir të, më thënë Allahut është nëse dikush për shembull është largu prej rrugës së Allahut, ose nëse njëri është e kundërshton Islamin, e lufton Islamin, edhe urren për shkak se ai nuk e don edhe e lufton Islamin. Edhe ka thonë pejgamberi authaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Më thonë lidhja më e fortë e imanit është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. A kemi ne këtë? Apo kur është interesi afrohemi, edhe kur është interesi largohemi. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse do me pas iman e fortë, me dash njerëz për hir të Allahut edhe me urrejt për hir të Allahut. E nënta është mahabbatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqad ta'zimu wa yadkhul fihi as-salat alayhi. Me dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nënta është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe salavat, më thonë këtu hin me çu salam, sa më shumë salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur përmendet pejgamberi alaihi wasallam është mirë me çu sa më shumë salavat, edhe vetmi, edhe kur të hesish, edhe kur shkosh ti largon brengat, edhe sa herë që çon ti një salavat, Allahu mbi ty çon 10 herë salavat. E ka thonë është kopras. Ai cili kur përmendet emri im me një mezhlis, ai do thot sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu te dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hin edhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dashuria ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të kapurit fort për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë shumë më kap fort për sunetin e pejgamberit alaihi salam. Edhe jo dikush me thonë, hajbe se kjo është sunet, hajbe se kjo nuk është me rëndësi. E me ka u pejgamberi sa, po sunet o lene, s'ka rëndësi, ne të më marrën me veprat mëdhoja. Jo, vëllazër, çdo send në Islam ka rëndësi. Çdo send ka në Islam rëndësi, prandaj edhe sahabët e kanë dashur shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë ndjek shumë Abdullah ibn Omeri, madje edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më i gat. Kjo kon, domethënë, më i shkurtë thonë, kon i drejtë, pejgamberi sa u ka ul, thonë.
Edhe Allah ibn Omeri s'ka pas me ul. Kur ka kalu te druni vetëm se u ka ul pejgamberi sa ashtu edhe u ka ul. Ai ka pas mundësi me drejt kështu. Aq shumë ka pasur pejgamberi sallallahu. Edhe kjo është shpëtim vëllazër. Kopërit për rrugën e pejgamberit alayhis salam është shpëtim në dunjë dhe në ahiret. Dhe kjo tregon se ti e don Allahun. Se shumë njerëz i thotë Imam Hasan al-Basri thotë pretenduan disa njerëz që e duan Allahun, Allahu i sfrovoi me këtë ajet. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thuaj, nëse ju me të vërtet e doni Allahun, atëherë më pasoni mua. Yuhibbukum Allah. Ka ju dash Allah u yaghfir lakum dhunubakum, edhe ja fal mëkatet, wallahu ghafur rahim. Allahu ghafur, më thon ghafur, më ka të falës, rahim është mëshirues. Bismillah. Edhe ta الإخلاص sinceriteti. ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. Dhe këtu mund të themi është edhe lënja e rias, si e faqësisë, mos mi bë veprat për si e faqe, dhe mos mi bë veprat me nifak, me dyftyrsi, me munafiklëk. Pra, me qenë i sinqert, gjithmonë me e kontrollu zemrën tënde. A je i sinqert? A jam duke bo këtë vepër për hir të Allahut apo për njerëzit për me lavdëru? A jam duke shku në xhami për hir të Allahut apo për me thonë njerëz se kish njëri mirë? A jam duke mësu Kur'anin për shkak që ta fitoj shpërblimin e Allahut apo jam duke mësu për mu lavdëru? Pra Allah me pas shumë kujdes se ikhlasi është shumë më rëndësishëm vëllazër që të jemi të sinqertë. Se të bëjmë veprat për hir të Allahut. Edhe kjo është një, nëse je i sinqert, dije se imani jo, domethënë, është shumë lart. 11 vëllazër. At-tauba. Tauba është për degve të imanit. Besimtari i penduar është me iman të fortë. Shikoj zemrën tënde. A i pëndun për këtë mëkateve, apo këtë dini mëkat në zemër ende që si e pëndu? Kontrolloj vetën tënde. Nëse në zemrën tënde ka diçka shka e don dini mëkat, dije se ti nuk je i pëndun tek Allahu azza wa jalla. Pra nëse në zemra jote lakmon dini mëkat me e bo, po s'ka si mundsohet, në zemrën tënde nuk je i pëndun, sepse kemi përmend kushtet e pendimit është me njerë të lush mëkatin, dhe më thonë, vendosi që kur mos kthehesh, edhe sa që të kujtohet, me të arkeq për mëkatin. Jo, shumë është më nësi se sa të kujtohet për mëkatin, me të arkeq. E ti nëse nuk të vjen keq për mëkatin, nëse e do mëkatin si e pendu mëft. E së dhe për neve e din zemër qka ka, a je pendu ma si e pendu. Nëse si do mëkatin, edhe orejnë mëkatin, edhe e pendu për këtë mëkatin, atëre ti dhe më thonë, i e i pendum tek Allah. I e shkruash tek Allah bine tawabin. Tawabin është ai që është i penduar tek Allahu dhe i e i dashur i Allahut. Ka arrit gratë lartë. Ka arrit gratë lartë. E 12 vëllezër është, jemi të folë, domethënë për këtë ka pak ti treguaj el-khaufu. El-khaufu. Për degëve të iman është friga. Mi pas friga Allahut, dhe shpesh e kemi përmend, friga është kënaqësia. Friga për Allahut është kënaqësi, fefirru ila Allah. Hikni tek Allahu, strehoni tek Allahu. Jo me hik për Allahut, sigurisht që hik për luanët dhe për kafshëve. Allahu thënë fefirru ila Allah. Hikni tek Allahu. Strehoni tek Allahu për dënimin e Allahut. Për zjarrin e xhenemit, duke u largu prej mëkateve, duke vepruar urnat e Allahut azza wa jall. E sa më shumë e ke zemrën të mbush me frikë, sa më shumë ruhesh prej harameve, sa më shumë i përgjigjes urnave të Allahut, i je më i dashur edhe më i afër Allahut, edhe zemra jote u ka mbush me frikë. E kush e mbush zemrën me frikë, nuk ka më qëndruar tek arafi, ka më kaluar rrethot shpejt. El khauf 12. E 13 është ar-raja, shpresa. Për degëve të imanit është me shpresu. Sigur që e mbush zemrën tënde me frikë, duhesh gjithashtu me mbush me shpresë, me pas shumë shpresë tek Allahu azza wa jall, shumë mendim të mirë me pas tek Allahu azza wa jall, se Allahu s'ka me të humb.
Përderisa Allahu të ka zgjedh, edhe je në rrugën e Allahut, edhe përmend Allahun, edhe fal namazin, edhe lexon Kur'anin, edhe shkon në rrugën e Allahut, di se Allahu të ka zgjedh atë. Edhe ki shpresë tek Allahu, mbush shpresë se shejtani është i kujdesshëm, se e përmendi fjalën Haris. Haris apo Haris, është shumë i kujdesshëm shejtani që me ta humb shpresën tek mëshira e Allahut. Gjithmonë do të vetë se Allahu ti s'ka më ta fal, edhe ti pse falesh je munafik, falesh me sifaqsi, edhe pse bën këtë punë ti e bën me sifaqsi, edhe gjithmonë ta zbeh atë shpresën tek Allahu, edhe ti pas kur s'ke shpresë atë priton me bë ibadetat. Wala yay'asu min ruhillahi sur Yusuf ila alqawm alkafirun. Thotë vetëm se kafirat, thotë mohuesit e humbin shpresën të mëshira e Allahut, të më thonë se Allahu ka më dhënë, më thonë se Allahu ka më dhënë rrugdalje. Vetëm ata, muslimani kur njëherë se humb shpresën tek mëshira e Allahut dhe kur njëherë se humb shpresën se Allahu ka më dhënë rrugdalje. Ar-raja. E 14 është ash-shukr. Në deka e 14 e imanit është ash-shukru, falëndrimi. Bismillah. Me falëndru Allahun. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja ka shkruar një libër, ka folur vetëm për shukrin dhe për sabrin, që ka marrë edhe sabrin, më thonë në rend. Ka thonë gjysa e fesë është shukr, gjysa e fesë është as-sabr. Më thonë me dy fjalë e ka përmbledh këtë fen. Sepse ose ka më thonë Allahu Azza wa Jall të mira, edhe kemi thonë elhamdulillah, ose Allahu ka më sprovuar kemi bë sabër. Kjo është feja. E njerëzit më të mirë, ka thënë pejgamberi në ditën e gjykimit ata el-hamadun. Kush janë ata që shumë e falënderojnë Allah. Besimtari që thotë pejgamberi kënaqet Allahu kur besimtari e pin një pije edhe ha një hajë thotë elhamdulillah. Allahu gëzohet kur ne e falënderojmë Allahun, wala in shakartum la azidannakum. Ai thotë nëse ju falënderoni, ne thotë kena më ushtu të mirat. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Nëse mohoni të mirat e mia, thot dënimi i jam shumë i shtar. Ana sa më shumë vetëm alhamdulillah. Falënderoj Allah Azza wa Jall. Alhamdulillah, tamam tamla al-mizan. Çela far fjala. Fjala alhamdulillah di gjykimit e mbush peshorën. E randon peshorën, e mbush këtë peshorën. Veç një fjalë alhamdulillah. Sa më shumë me thonë alhamdulillah, dhe kjo është për degme të imanit. E nëse ti e përdor këtë fjalë shumë, ti do të thonë iman njëth është më thonë duke u forsuar, edhe e ke plusu një degë për degëve të imanit. A nëse falënderoj Allahun atë, mos e fajso askënd përveç vetën tënde. E 15 vëllezër është besnikëria. 15 është besnikëria. Me qenë besnik, domethënë ndaj fesë, me qenë besnik ndaj muslimanëve, ndaj vllavit, ndaj familjes, domethënë besnikëria. Kjo është. E 16 është el-sabr. Dega e 16 e imanit është sigurisht që vjen sabri. Domethënë pa sabër s'ka xhenet. Allahu sabrin e shpërblen domethënë shumë. Me fal namaz me bos sabër. Sa do të marr abdes, u çon sabah herët atë. Çdo ditë saptan, kjo. Me shkuar në xhami, me fal namaz. Me agjëru me bos sabër. Domethënë për me pas tjetën e mirë me bos sabër, se me njerëz që punë ato. Se ta prish atë. Dush me bos sabër. E sabrin Allahu e shpërblen bi ghairi hisab. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ujurahum bi ghairi hisab. Me vetë Allahu shpërblimin ja jep durimtarëve pa llogari. Pa llogari. Lumja që bën sabër. Edhe sabri është prej degëve të imanit. E 17 ar-ridha bil qada. Me kon i knasht me atë që ta ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Me kon i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu Azza wa Jall, dhe kjo është prej degëve të imanit. E nëse gjithmonë zemrën tonë dhe i thu vetes se pse s'ma dha mu këtë Allahu aty dha e kështu me radh, domethënë ti ende si i kënaqsh me atë që ta ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Besimtari duhet me kon i kënaqsh me atë që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. 18. Dega e 18 është at-tawakkul. Mbështetja në Allahun Azza wa Jall. Mbështet në Allahun Azza wa Jall. Wa ma lana alla natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana. Ka thonë pejgamberi, ka thonë pse ne mos mbështet në Allahun kur Allahu na ka udhëzuar. Wa lanasbiranna ala ma awaytumuna.
Edhe kena me bo sabër për shkak asaj që na keni lënduju. Wa ala Allahi falyatawakkal mutawakkilun. Dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten ata që i mbështeten Allahut azza wa jall. E nën vetë Allahu është ar-Rahma, me pas mëshirë. Mëshira. Dhe degëve të imanit është me pas mëshirë ndaj krijesave, ndaj evladëve, ndaj, më thonë, grujës, nonës dhe babës, me qenë i mëshirshëm. Allahu i don të mëshirshëm se vetë është i mëshirshëm. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Të mëshirshmit i mëshiron mëshiruesi. Irhamu men fil ardi yarhamkum men fis sama. Mëshironi ata që kanë në tokë, do të mëshiroj ai që është në qiell. Men la yarham la yurham. Kush nuk mëshiron, s'ka bu mëshiru. Edhe përmendet edhe me një ligjërat se Allahu të udhëzon për shkak të mëshirës që ke pas në zemër. E zemër prishtin Allahu asnjëherë nuk e udhëzon. E njëzeta është e tawadu. Dega e njëzet e imanit është me qenë modest. Nëse se si e modest dhe besimtaru i e mendje madh, i e arrogant, imanit është i top, se ke plësu këtë degë të imanit. Pra me konë modest. Thot pejgamberi Allahu më ka dhënë më ka shpall Allahu që të bëni modest me besimtarët. O ju besimtar, o ju musliman, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kundërta e kësaj është el kibr. Domethënë kundërta e kësaj, domethënë tawadu është po me më normal është kibri po. Mirë po thot prej modestisë është me e respektu më të madhin edhe me mëshiru më të vogël. Prej modestisë është me respektu më të madhin dhe me mëshiru më të vogël, ka thënë nuk është për neve ai që nuk e respekton më të madhin dhe nuk e mëshiron të voglin. 21 terkul kibr wal ujb. Prej degëve të imanit është lënia e mendjemasisë. Edhe vetpëlqimit. Çka ka thënë për mendjemasisë me sa? Ai që në zemrën e tij ka mendjemasisë grimca e imanit ka me hin zjarr të xhehenemit. Terkul kibr wal ujb. Edhe ujb është vetpëlqimi. Pra mos me pëlqi vetëm, sepse kjo është vetpëlqimi është kur shejtani smut për shembull me të ndalë prej veprave të mira, shejtani i mallkum atëherë shtym e pëlqi veten ata. E nëpërmes vetpëlqimit thua sa unë këshill sa i mirë. Unë bëj namaz natë, unë fal namazin në xhami, unë bëj këtë vepër, unë bëj atë vepër, nëpërmes vetpëlqimit ti zhduk veprat. E besimtari gjithmonë ata lut Allahun që ta ruajë prej vetpëlqimit. 22 terkul hasad. Lënia e hasedit. Lënia e hasedit. Mos me pas xhelozi. Me pasru zemrën vëllazër. Se është shumë vështirë me pasru zemrën se Allahu na ka sfruar këtë dunjë. Diku ne ka dhënë më shumë, diku ne ka dhënë më pak. Diku na jep pasuri më shumë, diku më pak. Diku na jep për shembull zgjuarsi më shumë, diku na më pak. Edhe nuk lejohet me e xhelozu tjetrin. Sepse xhelozia thon ti zhduk ta zhduk fen, ta shkatron fen, ka thonë sikur, thot nuk e shkatron, nuk e run flokët thot xhelozia dhe urrejtja, por ta shkatron fenat. Besimtari bën dua gjithmonë. Nëse ka dikush më shumë se ti, thuaj o Allah, jepi atij aftë. Edhe unë jam sigur atij. Bëni çka do. Edhe pasron vetë pi hasedit. Sepse xhelozi është armik i Allahut, a dini këtë? Se me çfarë aspekti? Sepse Allahu i ka dhënë atij, Allah i ka dhënë, e ka caktuar. Ti domethënë thu o Allah, pse ti ja dhave atij atë? Domethënë, pse s'ma dhave mua, pse atij? Domethënë, na ta thë, domethënë arbika nuk është qafjes, afrolla. Por e ka për qëllimin se është kundërshtar i Allahut. Është kundërshtar i Allahut, atij ka dhënë, pse mua, domethënë, s'm dhave azat. Terkul hiqt, edhe 23, deka 23 është inati, lënia inatit, me lënë inatit, mos e pas inat, apo mos më thon zemrua, apo mos më bëj vetë për inat, sa ja bën unë ta bëj këtë, por më bëj vetë për Allah. 24 është terkul ghadab, lënia e zemrimit, e hidhrimit, apo mos më hidhnu, apo sepse pejgamberi sa ka thonë sahabës, shire, sahabi ka pas, këtë ka pas. E ka ditë se çka dek timoni se plotson. Ka sahabi, ja Resulullah ausini, më këshillo. Pejgamberi sa tha, la taghdab. Mos u zemro, do të thonë mos u hidhno,
Mos u nervozo, se nëse thënë. Mos u nervozo. Ja sa këshillon, pejgamberi sa çat, la taghdab. Ai prapë thekë më këshillon, pejgamberi la taghdab, tre herë thafton. E do më thonën, për degëve të imunit është mos me u nervozu, me kon i qetë, me kon i but me musliman, kur të nervozohesh, fa idha ma ghadibu hum yaghfirun, kur ato i dhrohen, Allah më thon falin. Me një hadith vërtet, edhe me këtë e barëm inshallah se arriti koha. Hadithin e vërteton pejgamberi alayhis salam, ai cili ka mundësi që ta realizon hidhrimin, ai që e gëlltit hidhrimin, edhe ka mundësi që ta realizon hidhrimin, edhe e përbin hidhrimin, nuk e realizon, sot Allahu në ditën e gjykimit ka me ngrit për mi krejt e krijesave. Çfarë ne e zonë këtë vogël, ama te Allahu shumë është e madhe, është edhe prej degëve të imanit. Nëse se ki këtë ti bëhon, e ki imanin e dopt, adish. S'ka rregull. Thot Allahu ka me ngrit për mi krejt e krijesave. Edhe ka mi thonë, zgjedh sa dush për këtyre hyrive të xhenetit. Pse është vepër e madhe? Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall që fal shpërblimin kamionati. Pra ai që do thonë hidhrohet apo dikush e asit e ngasmon, edhe ki ka mundësi të realizojë atë hidhrimin e vet, por e gëlltit, do thonë hidhrimin e përbin hidhrimin dhe nuk e realizon, do thonë nuk vepron kurrë, ose ja fal, thot ditë gjykimi thot, do Allahu ka më ngrit për mi kritikë krijesave, edhe ka më thonë zgjedh, thon dush për këtyre hyrijeve të xhenetit. Këto ishin 24 që kena përmendur, kanë mbetë edhe tjerat. Inshallah në dersin e ardhshëm, elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të sinqert. Allahun elusim që këtë vepër ta vendon në peshorën e veprave të mira. Elusim Allahun Azza wa Jall që juve që keni ardhur deri në këtë vend, çdo hap që keni bëu Allahu t'ju shpërblej. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.